Vdes zyrtari policor, dyshohet se pësoj atak kardiak para aksidentit. Një zyrtar policor ka vdekur sot në orët e hershme të mëngjesit në Prishtinë, këtë ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Rasti fillimisht ishte raportuar si aksident trafiku, por më pas u konstatua se viktima kishte ndëruar jetë si pasojë e atakut kardiak. Sipas zëdhënësit e policisë së Kosovës, Enis Plana, ngjarja ka ndodhur rreth orës 6:30 minuta në rrugën Zagrebi në Prishtinë. Në aksident ishte përfshirë një vetur, ndërsa dyshohet se zyrtari policor kishte pësuar një atak kardiak para se të ndodhte aksidenti. Në momentin e ngjarjes, zyrtari policor ishte duke drejtuar veturën e tij private dhe nuk ishte në detyrë zyrtare. Njësitet policore dhe ekipi emergjencës mjekësore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku mjekët kanë konstatuar vdekjen e viktimës. Sot rreth orës 6:30 minuta në rrugën Zagrebi në Prishtinë ka ndodhur një aksident trafiku ku ka qenë përfshirë një vetur. Njësitet policore dhe emergjenca kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku nga këta të fundit është konstatuar vdekja e viktimës, që dyshohet të ketë ndodhur para aksidentit, ka deklaruar Plana. Hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar, ndërsa trupi i pajisë i viktimës është dërguar për obduksion me qëllim të sqarimit të plotë të shkaqeve të vdekjes.